Përshëndetje për gjithë komunitetin e platformës Mendje. Sot do të flasim për një temë shumë aktuale dhe teje të rëndësishme. Do të flasim për përdorimin e substancave narkotike dhe sa ndikon konsumimi i tyre në shëndetin mendor. Në nivel global, përdorimi i drogës vazhdon të jetë shumë i lartë. Në vitin 2021, 5.3% e të rinjve 15 deri në 16 vjeç në mbar botën kishin përdorur substanca narkotike. Edhe në Kosovë, mosha më e rrezikuar sa i përket fillimit të përdorimit të drogave është mosha 16 deri në 17 vjeç. Truria e adoleshentëve është ende në zhvillim dhe përdorimi i drogës mund të ketë efekte afatgjata negative. Por, për të marrë mendimin e një eksperti të kësaj teme, ne kemi të ftuar psikologën Kaltrina Askaro Murtezaj, e cila është psikologe klinike licencuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe certifikuar në EMDR niveli 1 si dhe traumaterapi. Ajo ka punuar po ashtu si psikologe klinike në Qendrën Labirint, ku ka ofruar këshillime psikologjike për përdoruesit e drogave dhe familjet e tyre. Kaltrina përveç që trajton persona që janë përdorues të substancave narkotike, ajo po ashtu ka ndihmuar shumë individ në menaxhim të stresit, ankthit dhe depresionit. Tani, ajo është pjesë e platformës Mendje dhe përmes seancave online është gati për të ndihmuar çdo që ka nevojë. Kaltrina, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se gjej. Faleminderit shumë për kohën tënde sot. Për me fillu do të thotë këtë temë dhe para se me u thellu më shumë në detaja, mund të na tregosh pak për përvojën tënde në punën që ke bu me varësitë. Fillimisht për gëzaj për temën që ke zgjedhur, për shkak që është një prej dukurive më shqetësuese sa i përket mbar botës. Në nivel global është një dukuri shumë shqetësuese. Edhe besoj që temën të cilën do ta trajtojmë sot të jep këshilla shumë të rëndësishme, si për prindërit, si për komunitetin. Për arsye se përfshin adoleshencën që është një moshë shumë delikate, ashtu siç e potencove dhe ti. Atëherë unë kam punuar në Qendrën Labirint, ashtu siç e theksove dhe ti Arnur, për 11 vite rrodhazi. Ka qenë eksperjenca ime e parë në punë si psikologe. Fillimisht jam kyç si punëtore sociale në Qendrën Labirint, ku kam ofruar ose kam qenë më mirë të themi pjesë e një programi harm reduction, që thirrët zvoglimi i dëmit sa i përket pjesës drogave. Krejt informacionet që unë i kam posë rreth drogave, kam posë bëjmë pjesën që unë kam studiu, edhe normalisht që kanë qenë minimale mëna me thonë, sa i përket arsyes pse dikush fillon me marrë drogë, si ndohen drogat, çfarë ndikimi kanë shëndetin mendor. Duke qenë si fillestare edhe pa përvojë punë, po besoj edhe jam shumë falenderuese se eksperjenca në Labirint ka shërby jashtëzakonisht shumë e urit profesionalisht, me u ballafaqu me sfida që kanë qenë shumë më të mëdha dhe të papame ndonjëherë, as në për ekrane. Kuptova që në vendin tonë po ndodhen gjëra të tmerrshme, të cilat nuk duken ose nuk shihen, edhe thjesht duke u rit profesionalisht arrita me kuptu thellësisht edhe arsyen pse dikush motivohet me përdor substancë narkotike, gjë për cilën ndoshta edhe unë kur kam qenë student ose pa punësuar në Labirint, kam menduar fillimisht që është dëshirë, nuk kam qenë vetë ose nuk kam ditë, nuk kam lexuar mjaftueshëm me kuptu që fillimisht ajo fillon si dëshirë, si motiv në një moshë të re, por pastaj kthehet në një çrregullim shumë serioz, më thonë që kërkon një trajtim dhe një disiplinë jashtëzakonisht shumë të madhe, për cilën ne do të flasim në vazhdim. Faleminderit shumë që ndave këta Kaltrina. I përmendet do të thotë problematikat apo vështirësitë mandej që krijohen si pasojë së përdorimit të drogave. Po a mundesh me cek pak a shumë cila është, domethënë, problematika kryesore që na hasim si shoqëri kur flasim për varësitë? Fillimisht mendoj që drogat kanë qenë tabu temë në vendin tonë dhe temat tabu nuk fliten fare, fshihen, nuk diskutohen. Gjithçka fillon te familja. Familja është bazamenti kryesor i zhvillimit të një fëmije, i asaj që na jemi sot, realisht. Këtu do të ndalim pak duke përfshirë dhe faktorët socioekonomik, psikologjik, familja mendoj që është shtylla kryesore. Janë pikërisht ato stilet e prindërimit, për shembull 5 stilet kryesore të prindërimit, cilat prindërit ndonjëherë mundohen me i kombinu. Normalisht që nuk ka prind perfekt, çdo prind dëshiron ta bëjë më të mirën e mundshme për fëmijën e vet. Por arrin me dalë, edhe nëse përdorin një stil shumë tolerues edhe një stil shumë autoritar, atëherë mandej krijohet një disbalancë mes asaj dhe pikërisht në fazën e adoleshencës janë këto probleme që ndodhin. Nëse flasim për stilin e prindit autoritar,
Ata prind gjithmonë prioritet e kanë fjalën e vetë dhe veten e tyre dhe nuk i lënë fëmijët e tyre me marrë vetë vendime. Normalisht që një gjë e tillë ka akses të prindit edhe kontroll mbi fëmijët, po i pamundson fëmijëve me u vetë zhvillu, me kriju një aftësi të vetë kontrollit. Stili tjetër i prindërimit është stili tolerant ose prindërit tolerues. Ata mundohen që të jenë shumë shok, shumë miq me fëmijët dhe tolerojnë gjithçka. Gjosat për me u zhvillu emocionalisht, me pas aftësinë e vetë kontrollit, me marrë vendime, normalisht që do t'ju mungojnë këtyre fëmijëve. Edhe fillohet me një mungesë emocionale pa pjekuri, ku këta fëmijë në fazën e adoleshencës për hir të kurreshtjes, dëshirës për t'i taku grupit, shprehin tendenca dhe kanë predispozita më të mëdha, le të themi, për me qenë për të rrugës drogës, paktën në studime tregojnë kështu. Është pastaj stili i prindërimit neglizhues, ku prindi as emocionalisht, as fizikisht nuk është as pak prezent në jetën e një fëmiu. Edhe ai fëmijë kur të rritet gjithmonë ka me kërku prezencën e një figure të prindit. Një adoleshent prezencën e një figure të rëndësishme ka me kërku te bashkëmoshatarët e tij. Duke qenë që do t'i mungojë kjo figurë, edhe dëshira për t'i taku komunitetit, grup moshës ti, ka me bo me provu gjona për cilat ai ka me pos shumë pak njohuri ose fare njohuri. Edhe normalisht që predispozitat përsëri edhe te ky grup i stilit prindërimit, te këta fëmijë në fakt rreziku shkon edhe rritet. E kemi edhe një stil tjetër prindërimit ku prindi është shumë tejmos e kontrollues. Edhe mendon që çdo situata merr në vet kontroll, mos ta lën fëmijën me vendos, duke qenë që mendon që nëse prindi e ka situatën në kontroll, atëherë fëmia nuk ka me pas mundësi me bo gabime. Edhe ky stili prindërimi normalisht nuk e ndihmon fëmijën. Për shkak që ai fëmijë mësohet mos ma arritet pjekuri, nuk e ka guximin me marrë vetë vendime. Edhe në rrethona të caktuara, në një rrethon kur emocionalisht mundet mos më ndi mirë, sidomos në fazën e adoleshencës, duke qenë një prej fazave më të rëndësishme të zhvillimit, ka me pas një problem jashtëzakonisht të madh me marrë një vendim vet, ose edhe një vendim të drejtë, le të themi. Pastaj kjo është një kthes ku fëmia mundet me kalu prej një ekstremi shumë kontrollues në një ekstrem tjetër rebelius, që i rrit pasojat për sjellje delikuente, duke filluar nga abuzimi me substanca narkotike, me alkool, ikja nga shkolla, rromja mësime dhe gjëra të tilla. Kështu që familja është bazamenti i asaj çka duhet me pas kontrollin mbi një fëmijë, pastaj normalisht lidhet edhe me pjesën e faktorëve tjerë, që lidhet me shtetin, kulturën, vendin në cilin jeton, edhe rritet të zhvillohet një fëmijë. Kaltrina, sa është rëndësishme që prindrit në këtë rast të informohen mbi drogat, mbi efektet e tyre anësore dhe të informojnë madje edhe fëmijët apo të rinjt me cilët do të thotë shohin se po përballen me këto sfida, sa është rëndësishme ata të informohen dhe në mesin e këtyre stileve që i përmende, a ka një mënyrë të duhur që ti rekomandon si psikologe qysh një prind duhet me u sill me një fëmijë i cili është përdorues i substancave narkotike? Fillimisht, fatkeqësisht, rëndësia e shëndetit mendor në vendin tonë, po mendoj edhe në mbar botën ka filluar dhe ka marrë një vëmendje më të madhe vetëm në kohën e pandemisë. Domethënë, sa ka pas anë negative, më tepër kjo ka qenë një anë pozitive, nëse mundja me quajtur pozitive. Në vendin tonë, unë jam pjesë edhe klinikës Empatia ku ofroj shërbime me prezencë fizike. Edhe fatkeqësisht prind kanë filluar me u vetësu, po ka shumë pak prej atyre që fillojnë me marrë këshilla në formë parandaluese. Zakonisht ne më shumë mirëmi me pasojën se sa me shkakun e fillimit. Edhe si duket si shoqëri, si vend, këtu po çalojmë. Jam psikologe e shkollës, jam pjesë edhe e shkollave, në shkollën e mesme të lartë mjekësisë në Prizren, edhe mundohemi me punu më tepër në aspektin e parandalimit. Po ju gjithmonë grupi i nxënësave që ti e ki është prezent ose mundesh me pas qasje drejt për drejt, sidomos kur mungon edhe bashkëpunimi i prindërve. Mendoj që këto informata sa i përket parandalimit, këto këshilla, kishin me qenë shumë më efektive nëse prind kishin me marrë masa parandaluese para se me ndodh, para se një fëmijë me u ballafaqu me një problematik tillë. Po i referuna pak edhe stileve të prindërimit të cilat i përmenda më herët. Mendoj që një kombinim i këtyre stileve të prindërimit, autoritar, tolerues, po e largoj stilin e prindërimit neglizhues, edhe ajo pjesa autoritative kish me qenë një kombinim më i mirë. A është e vështirë me u bë një kombinim i tillë? Normalisht është shumë e vështirë. Po që kish me qenë mirë që prindi me mujt me vendos barriera për fëmin, edhe rregulla strikte, me qenë pak a shumë tolerant në fazat kur duhet me qenë tolerant, me qenë prind raport shok-shoqe në një etapë kur duhet me qenë, edhe me qenë prind kontrollues në një suaz normale. Po besoj që këto karakteristika kishin me përfshi
gjithën, duke e bashkangjitur edhe pjesën që prind mos më mjaftu vetëm me lexu edhe me marrë këshilla prej miqve, prej të afërmve, edhe mos me punu sistemin e parandalimit, po me shku gjithmonë më marrë me pasojën. Për shkak që nëse na mirëm me pasojën, atëherë vetë se diçka ka filluar dhe është duke lullësu fatkeqësisht. Përmende dy tema shumë të rëndësishme që edhe ne si mendje avukojmë shumë në parandalim, edhe është shumë e vërtet që këto qalojmë si shoqëri, sepse vetëm merremi atëherë ku dikush me të vërtet ka nevojë dhe simptomat janë të dukshme, edhe janë shumë fizike dhe atëherë reagojmë. Po parandalimi është shumë e rëndësishme sidomos edhe në shkolla, sidomos edhe në familje. Unë kam përvojë pak edhe me disa organizata jo qeveritare në Gjermani, ku kam punu në një institucion që është quhet DCI, është Digital Career Institute, edhe aty do të thotë kom pas rastin me taku disa psikologë edhe kanë qenë shumë vokal sa i përket parandalimit edhe kanë lobu shumë në këtë pjesë për të vetëm në arsye që është shumë ma lehtë me u merr me këto raste se sa kur vjen puna që rastet janë më të rënda. Sa i përket prindërimit, ne tash e dim do të thotë që përveç të tjera është edhe qasja në droga është shumë ma e lehtë tash për shkak të përdorimit të teknologjisë dhe sidomos nga të rinjt, përdorimi i teknologjisë është shumë prezent dhe shumë i lartë edhe në Kosovë. Edhe prind sikurse nuk kanë kontroll të plot mbi këto, jo pse është diçka e duhur të kesh kontroll të plot, po prapë është diçka që ti vetë përmende që është një kombinim që do të me qenë në mes atij shoqëror dhe mes formave të tjera, po do të edhe pak me pas kontroll mbi të rinjt apo mbi fëmijën, sidomos kur vjen puna edhe tek përdorimi i teknologjisë. Në këtë rast edhe ulumtimet po tregojnë që për shkak të teknologjisë dhe formave koduese të komunikimit që po ofrohen përmes WhatsAppit ose përmes Telegramit ose Snapchat që edhe ofron mundësinë për me fshi bisedën aty për aty, atëherë qasja në droga po është më e shpejtë. Sikur si në shkëput zinxhir të komunikimit edhe të kontrollit gjatë dhe po shumë ma e thjeshtë dhe ma e lehtë qasja tash për me blej produkte të ndryshme tu i përfshirë edhe substancat narkotike. Qysh e sheh këtë pjesë, Kaltrina? Qenë pjesë që punoj me adoleshencë në shkollë të mesme, teknologjia e dim që është bërë diçka që është shumë jashtëzakonisht e nevojshme për gjithë ne. Pastaj mënyra se si e përdorim normalisht varet prej grup moshave. Jemi pikërisht prapë te faza e adoleshencës, te faza e rrezikut më të madh. Thjesht teknologjia ka anë pozitive dhe ka anë negative. Një adoleshent shumë pak e shfrytëzon gjatë kontaktit me nxënës, kemi edhe takime përmes projekteve të ndryshme, që munduam edhe flasim për kohën që ata shpenzojnë në internet, pikërisht në rrjetet sociale, të cilat i potencove edhe ti, edhe që e shfrytëzojnë thjesht teknologjinë për të marrë informacione sa i përket shkollës, literaturës ose diçka e tillë. Fatkeqësisht ndodh që hasim nxënës që nuk dinë as çfarë ose aksesin në një email adresë, në ndërkohë që secili ka email adresë vetëm për të hapur një Snapchat ose për ta transmetuar një informacion që lidhet me një video lojë apo çka do të qoftë tjetër, po që shumë pak shfrytëzohet. Koha cilën ata e kalojnë në internet është jashtëzakonisht shumë e madhe. Rreziku është pikërisht këtu për shkak që prindërit janë shumë pak të informuar, për shkak të dinamikës së jetës, mbase edhe nuk kanë edhe kohë me pas akses edhe me përcjell se çfarë po shikojnë ose me çfarë po merren fëmijët e tyre. Këtu kemi pastaj edhe rastet e dhunës nëse mujna me i theksu edhe të keq përdorimit përmes Snapchatit ose edhe rrjeteve tjera, ku të rit mund të kyçen ose të flasin me persona që jo rrallëherë ndodh në shkolla, ma të rritur, cilët nuk i njohin, shkëmbejnë foto, informacione, ata pastaj kërcënojnë, mirën mosa tjera, domethënë shkon në një shprehje ma të rrezikshme se sa që na e mendojmë. Gjatë kohës pandemisë kam qenë pjesë e labirintit edhe si bashkëpunëtore jashtme, kështu që kam po që nga klientët kam kuptuar që qasja edhe mënyra e blerjes online e drogave ka qenë shumë e lehtë. Ata ta kanë dërguar një link edhe të korpës si janë në shtëpi fatkeqësisht. Edhe ti nuk e pas mundësi me e ditë edhe me u kyç prej ku të ka ardhur ky link, kush ta ka dërguar, as me detektu lokacionin as diçka tjetër. Është bë pagesa online, në pagesë online është shënu si një produkt që ti e blen online, një aksesor ose një rrobë çka do qoftë që nuk figuron emri se çka ke bler. Fatkeqësisht kjo është edhe qasja edhe mënyra që është na po i keq përdorim ndoshta këto mundësi sa i përket teknologjisë. Këtu pikërisht në shkolla po bëhet një punë jashtëzakonisht shumë e madhe, po është e pamundur të ndalet në një kohë moderne ku teknologjia është inovative dhe gjithmonë më tepër gjanat po tentojnë me u kthy, me u zaventsu me diçka që është shumë inovative, me pas një qasje mbi kontrollin e asaj.
Na mundohemi sa do me i kontrollu në për shkolla, ti mundesh me majtë gjatë 4-5 orëve të mësimit një celular të një nxënësit, po në moment që e përfundon shkollën, ai ka më shku në shtëpi, është vetëm, nuk e dim, nuk kemi mundësi sa prindi ka kohë, sa është i vëmendshëm, cilin stil prindërimit e përdor, kështu që fatkeqësisht është një diçka që më shumë po keq përdoret se sa po përdoret për aspektin pozitiv. Teknologjia Kaltrina e ka rrit pak edhe diversifikimin, do me thonë që ka plot moshat ndryshme tash që e përdorin edhe tash edhe si pasojë është edhe qasja në droga. Po edhe tek femnat është rrit edhe numri i përdoruesve të drogave të gjinisë femrore në Kosovë. A ke do të thot ndonjë këshill për femnat cilat janë më konkrete, cilat janë përdorues të substancave narkotike, do të më u informu më shumë sa i përket efekteve anësore dhe sa ndikojnë do të thot këto në shëndetin mendor, sikurse te femnat edhe tek meshkujt, po e ceki këtë pjesën e femrave me qenë se është rrit numri i përdoruesve femra. Kur kam qenë pjesë e labirintit, mënyrë aktive po flas, ka qenë të vjeçari fundit që zakonisht prej fillimit e mbarimit, gjinia dominante ka qenë meshkujt. Nëse kemi pas proporcionalisht 100 meshkuj, 1 ose 2, më me thonë shumë rrallë, kanë qenë viktimat, cilet kanë ardhur përdoruse ose abuzuese substancave narkotike. Fatkeqësisht kryesisht kjo pjesë e abuzimit me droga te gjinia femrore, kryesisht është lidhur edhe me pjesën e trafikimit ose prostitucionit, që ka përfunduar më shumë të re, është marrë në prostitucion, edhe tutori i saj e ka detyruar edhe me përdor substanca tjera narkotike, për me bosh shkëmbime dhe gjëra tjera për cilat na veshimi njohuri. 10 vjeçarin e fundit, duke u normalizu pjesa e konsumimit marijuanës fatkeqësisht, duke u shëndru, tranzicioni neve nuk po na jep një mundësi me shkoha pas hapi, po bëhet shumë fushat indirekte ndoshta për dekriminalizim substancave narkotike, që po besoj që në vendin tonë është shumë kogja herët. Sepse për një ekstremi që është tabu temë me dole dhe me tentu me dekriminalizu, me legalizu marijuanën, qoftë si substanca më e lehtë mendoj që është porta kryesore. Sepse fillohet me marijuana dhe përfundohet deri te heroina edhe te kokaina apo injektimi përmes shiringave. Në Kosovë është rrit dhe vjeçarin e fundit numri i konsumimit substancave narkotike nga gjinia femrore fatkeqësisht dhe konsumimi sidomos i marijuanës edhe i kokainës. Duke qenë që po pretendohet që prej një pjesë VIP, me cilët na kemi pas klientel, ata marrin kokainën edhe tendenca është që ajo është një drogë që nuk të lën varësi psikologjike, as varësi fizike, sipas tyre, ndërkohë që lën varësi psikologjike jashtëzakonisht të mëdha. Kur ti fillon edhe informohesh, përdoret në për klube, në për gjëra të tilla, ata punojnë shumë, edhe si pasojë që me mbajt trurin aktiv në gjendje të zgjuar, e praktikojnë një herë në ditë, një herë në 2 javë, 1 gram ose më pak se 1 gram të kokainës. Automatikisht tendenca që ti në mënyrë të pavetishme e shet nevojshme me marrë diçka me konsumu për me mujt me funksionu në gjendje normale, nuk është normale. Tregon që ti ke kriju varfshmëri. Qoftë nëse është substancë narkotike, qoftë nëse është kofein lidhet edhe vetëm me konsumimin e kafës. Domethënë është një diçka që na shumë lehtë mujna me bën ndarjen. Apo çokoladë, se çokolada krijon varësi, kështu që apo çokoladë, apo një pije thjesht që është Coca-Cola. Secila në vete përmban diçka që neve na lidh, trurin tonë e lidh me një shprehje të caktuar. Edhe neve mendojmë ose nuk dojmë të pranojmë që diçka nuk është në rregull ose nuk po funksionon. Po 5 vitet e fundit, përpos gjinis ka rënë edhe mosha. Edhe gjatë kontaktit me gjinin femrore, sidomos prej shkollave të mesme, vitit 3 ose maturanta, fillon ai eksplorimi ose eksperimentimi më tepër, edhe ata e bëjnë një ritual që kur dalin me shoqe, nuk konsumojnë më alkool, po shkojnë në një klub natës, marrin kokainë, njihen më fresh, edhe nuk e kuptojnë në fakt që është pjesë që ata vetë se kanë kriju një varfshmëri, se edhe përfillja e atij rituali tregon që ti ke varfshmëri. Kështu që ma tepër është bën një trend që ti je që ti i përket diçka që po provon edhe gjëra të reja, sikur në kohën kur unë para disa viteve kur i kom përfundu shkollën e mesme ose fakultetin, po befasoshin njerëz të kuptoshin që ti s'ke cigare ju kurse ke dhez ju, s'pëlqen ju, po nuk është nëse ti nuk e ke dhez, s'paku një herë në jetën tonë nuk e provu duhan ose nuk pin duhan ose nuk bën gjëra që janë in për momentin. Kështu që kjo është një diçka që ka filluar dhe mandej ti padoshë e kupton që ki varfshmëri edhe përfundon qoftë duke konsumu ose duke eksperimentu me narkotik tjerë, qoftë duke bo dhe sjellje problematike për cilat mandej i bart pasojat vet individi edhe familja normalisht. Kur themi se s'ka
nëse jemi përdorues të substancave narkotike dhe themi që s'ka efekte anësore. Ndoshta kishte me qenë ma mirë me hi edhe me lexu pak për efektet anësore dhe mu informu pak ma gjatë, mos me pranu edhe me marrë vetëm atë informat nga dikush që e thot, në këtë rast që shoqëria jonë përgjithësi që e marrim të mirë qenë një koment një shokut apo të një shoqës që nuk ka përvojë në atë rast. Ndoshta mirë kishte me qenë me u konsultu edhe me një psikolog, siç është Kaltrina në këtë rast, që ka përvojë në këtë fushë, edhe mundet me ju ndihmu në bazë të përvojës së hulumtimit, studimeve dhe gjithçka që është e përgatitur në këtë fushë. Për këtë arsye, informimi mbi efektet anësore të drogës dhe të substancave narkotike është shumë i rëndësishëm. Edhe presioni i shoqërisë është një ndër arsyet kryesore që mbase edhe fillojmë konsumimin e alkoolit, substancave narkotike e të tjera. Por jo, fjala jo mjafton ndonjëherë të jetë një përgjigje e plot dhe një fjali e plot. Por ne, sikurse Kaltrina, gjejmë arsye, do të thotë kur nuk konsumon alkohol, krejt pyesin pse s'pen alkohol. Ndërsa kur konsumon nuk të pyesin sepse është diçka që është shumë e shpesht. Në fakt do të më qenë e kundërta, mendon kështu që në fakt nëse ti nuk konsumon alkohol, nuk do të më pyet dikon pse. Përkundrazi, alkooli dhe substancat narkotike po dalë që secila nga këto po kanë ndikim në shëndetin mendor, sidomos edhe tek ankthi. Madje Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dalë me një deklaratë që konsumimi i alkoolit dhe ankthi që ti e merr, do thot, edhe përjeton, mund të zgjat me orë të tëra, madje edhe me ditë të tëra. Kështu që jo, shpesh herë është një përgjigje e plot, edhe nuk kemi nevojë me i dëshmu kërkujt kur gjo. Do të thot, nëse ti nuk don me konsumu dhe ajo shoqëri nuk të pranon pse ti s'po konsumon substanca narkotike, atëherë kjo është vetëm në favor tënd. Nuk është diçka që ti dush me ndrru për shkak të shoqërisë, apo jo? Patjetër. Ardhnor, kur jemi te kjo pjesa, në adoleshencë është shumë vështirë me bo një diferencim tillë. Kurreshja është shumë e madhe dhe trit nuk kanë shumë interesim me ditë për pasojat. Si a efekti asaj mollës së ndalume, nëse mrena është komplet e qelbur, po jashtë është e kuqe e bukur, kurreshja është faktori parë, pastaj fillon identifikimi me bashkoshat. Edhe pikërisht kur jemi te faza e shëndetit mendor, unë mendoj që informacionet e pakta, edhe prindërit, edhe vetë adoleshentët nuk hyn me lexu efekte anësore të diçkafit, po ma tepër janë të fokusuar te diçka që është ma trend për momentin. Na nuk kemi mundësi me ditë asnjë person për ku kemi predispozita, se edhe mënyra që na mujna me kriju varësi është shumë individuale. Qoftë varësi ndaj Coca-Colës, qoftë ndaj çokoladës, ushqimeve, fast foodeve, mos të flasim për droga dhe për alkoolin. Duke na munguar informacionet e tilla, na fillojmë me eksperimentu pa i ditë efektet anësore të asaj. Shpesh shumë çrregullime mendore, tu fillu prej depresionit. Fillojnë edhe mirën me substanca individi thotë që kom përjetu depresion dhe në moshë shtyme madje. Edhe për shkak depresionit, mos dëshirës me dalë jashtë me i taku një grupi shoqëror. Duke qenë që kom qenë 26-27 vjeç, s'kom mujt me u lidh me asnjë vajzë, me kriju një raport intim, kom vendos me marr pak kokainë, se kom nejt me njerëz ose me familjarë që kanë eksperimentuar me kokainë edhe më kanë thonë që të bën hajt për muni shumë mirë, edhe pothuajse kom vrejt që kur kom konsumu kokainë, trurin e kom pas shumë aktiv, kom majt me shumë mirë, kom mujt me fol, nuk ka ardhur turp, nuk jam skuqe, kom kalu fobinë sociale. Në ndërkohë, duke qenë që kokaina është drogë psikoaktive që ty të ringjall energji për një kohë, për një ditë dy caktume, deri në 3 ditë maksimum, pastaj çaq down, çaq poshtë, saqë ty të arrit dozën e depresionit dhe ta bash kombinon, krijon komorbiditet me një çrregullim tjetër. Ankthi, panik ataku, fobia sociale rretheksohet më tepër, ta shkakton një disfunksion, le të themi, sa i përket aktiviteteve fizike. Nuk ki mundësi ta krijon një bashkëmëri jashtëzakonisht madhe, një pagjumësi tepër theksume, ku ti nuk ki nevojë me flajt, nuk mundesh me flajt, kombinohet simptomat e depresionit me ankth, edhe mani kalon në një mani më të madhe, që ti të mendu me reduktu një problem që kish mujt me u trajtu depresioni, madje pa medikamente, nëse ti veç shkon edhe merr një këshill profesionale, i bashkangjitesh një trajtimi psikologjik, me psikoterapi i rregull, madje pa medikamente mundesh me te kalu, ti duke dash me evitu një problematik, ti shkon edhe i shkakton 3-4 problematika tjera. Mandej pjesa e bashkëmërisë është një problematik që shkakton një rrezikshmëri jashtëzakonisht shumë të madhe. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme me cek që ka alternativa, Kaltrina, nëse
kokaina në këtë rast po t'jep energji edhe po të bën me u ndi mirë për momentin, po ka efekte anësore shumë negative në afatgjat, atëherë ka alternativa që të bojnë ty me u ndi mirë pothuajse njëjtë. Jo pothuajse, po faktikisht vetëm cold showers në këtë rast që janë domethënë dushi me ujë të ftohtë është diçka që e ngrit nivelin e serotoninës apo nivelin e lumturisë, edhe këto apo them edhe për përvojës personale, që do të gjatë sfidave kur kom qenë si studente, kom pas probleme me ankth, edhe s'kom mujt me flajt, edhe domethënë jom përballu me sfida shumë të mëdha ku kom studiu në Çeki si studente. Kom qenë vetëm edhe kom u lumtu, do thot për mu zgjidhja më e mirë ka qenë cold showers, edhe dushi me ujë të ftohtë, po në mënyrë dur që e bën do thot gradualisht, edhe nëse e bën çdo ditë e ngrit nivelin e lumturisë, edhe ty të ndihmon me të kalu shumë sfida. Është diçka shumë e thjeshtë, po ka ndikim shumë të madh, po ashtu edhe frymarrjet e thella në këtë rast, apo fitnesi, gym këtë rast me shku me ushtru, me dalë në natyrë. Krejt këto janë diçka shumë të vogla, se unë s'kam qaf me i qujtë të vogla, po janë diçka që njerëz mendojnë që në shumë thjeshta, po ndoshta ti Kaltina na tregon pak edhe pe përvojës tande si psikologe, po unë mendoj që janë një alternativë shumë e mirë që veç se ta kthjellin trure, po ashtu je e qetë në mënyrë që mundesh me bu një gjumë ma të mirë, je ma i shëndetshëm, je ma i kthjellët me fillu në punë, dhe jo pastaj me pasi alternativ prap me ju kthy drogave në këtë rast apo alkoholi, sepse dhe alkoholi është shumë i dëmshëm. Unë mendoj që bën pjesë në këtë grupin e substancave dhe po ka simptoma fizike shumë dëmshme, kështu që ju kisha lut kreve me i shqyrtu disa alternativa të shëndetshme, edhe mënyra më e mirë është që me u konsultu edhe me një profesionist, sepse për secilin është ndryshe qasja dhe ndryshe metoda, por dikon që funksionon një psikoterapi apo një këshill nga një psikolog, mbase nuk funksionon për gjithë njëjtë. Kështu që për që ato është rëndësishme që të paktën një herë me u taku me një psikolog që me marr një rrugë apo një udhëzim duhur personal për ty, edhe me i praktiku pastaj ato këshilla, sepse gjithmonë ka zgjidhje. Kaltina, unë jam shumë optimist saj përket kësaj, sidomos do të thot për këto grupe cilat po ballafaqohen me sfida të ndryshme, edhe që kanë nevojë për mbështetje, kisha dashur me jep një mesazh që gjithmonë ka zgjidhje, dhe nëse ato këshilla që i merr online nuk mjaftojnë, që shpesh herë mbase edhe nuk mjaftojnë, atëherë zgjidhja është me u konsultu me një profesionist të shëndetit mendor, edhe me marr një qasje të duhur, një rekomandim të duhur. Fillimisht faleminderit që ndove përvojën tënde të ankthit, për shkak që është shumë e rëndësishme fillimisht me e pranu që çdo individ së paku le të themi një herë në jetën e vet e ka përjetu një nivel të ankthit apo depresionit lehtë apo dhe më të rëndë. Na jemi njerëz, kemi familje, kemi shoqëri, e jetojmë jetën me të mirat dhe me të këqijat e saj. Kështu që është shumë e nevojshme dhe rëndësishme me e pranu që në një rast saktum, unë vetë jam psikologe me profesion, ofroj shërbime këshilla për të tjerë, dhe vetë marr supervizim të rregullt, edhe kam nevojë për mos me përjetu një burnout, një djegje profesionale, po dhe për jetën time personale. Për shkak që në çdo fazë të jetës na mundami pas ato uljet edhe ngritjet tona. Po mendoj që çdo individ mundet me gjetë një formë shumë të thjeshtë, prej atyre të cilave ti theksove si teknika ndoshta më të thjeshta, por që munden me qenë çelësi asaj. Ma tepër mendoj që prind duhet me kriju shprehi pozitive për fëmijët e tyre. Krejt, kur thom shprehi pozitive, kjo platformë nuk duhet, ose ky podcast nuk duhet me na shërbyer neve vetëm si diçka që na e realizuam, mbajtëm edhe me mbetën sirtor për prind ose për vetë adoleshent. Po munduna gjithmonë e kam ndoshta si deformitet profesional, si pjesë e labirintit, ma tepër me shku te pjesa e parandalimit, se so mande me u marrë me pasoja. Edhe kur thon të shprehit edhe këtu bën pjesë pikërisht parandalimi. Prindi mundet me gjetë një formë me bë diçka që i pëlqen fëmijët vet. Ka shumë aktivitete sportive, ka shumë aktivitete që lidhen me këndim, me shku me një kurs për me mësu me i rani instrumenti, nuk ka lidhje a ki talent për muzikë, thjesht bën një mirë. Na ju gjithë kemi zo për muzikë, por gjithëve besoj na bën mirë me dëgju një muzikë të mirë. Kemi shumë shkolla të jogës, sot jemi në një kohë inovative. Një fëmijë mundet me u marrë me një sport, me një vallëzim. Po mendoj që prind munden me organizu këshilla të cilat unë jap zakonisht prindve. Prej fazës kur fillon faza e adoleshencës, po edhe më herët është ju lutem ngarkojeni ditën e fëmijëve tuaj me shumë aktivitete. Kur ju nuk i leni hapësirë fëmijët me mendu ku me kalu kohën e lirë,
ju s'pore keni me privu varshmërinë prej telefonit. Se është varshmëri edhe pjesa e qëndrimit në telefon. Keni me privu varshmërinë që ai me mendu me hongër vetëm ushqime, me kalu në obezitet, me te kalu stresin duke ngrënë ushqime, fast foode. Mësoni me dojë me ecë natyrë, me bo diçka të bukur, diçka të thjeshtë, diçka kreative. Çdo prind ka kohë, nëse vetë gjen mundësi, edhe i mendon që to këshilla cilat sot po japim, mundet me ditë pikat e forta të fëmijët vetë dhe me janë përshtot dinamikat. Na jemi të ndryshëm, nuk jemi njëjtë, secili me unikën vete. Çdo fëmijë mendoj që ka potencial edhe talent në një fushë caktune. Edhe thjesht kur punoj me klient, ata vinë edhe thonë që ua, prej këtu e kuptova që unë pas na talent kokna kuzhinjar shumë i mirë. Edhe komentu që unë s'flej kur gjo. Mbasi kjo lidhet edhe me stilin e prindërimit ku prindi ka qenë neglizhues, ai gjatë gjithë jetës ka shku në shkollë të mesme, e kanë çu në një shkollë ku prind kanë pas dëshirë, ai nuk e ka gjetë veten, nuk është përputh me potencialet e tij, në atë shkollë niveli i notave ka qenë i ulët, edhe nuk ka në pauzë në shprehje pjesa që ai më tregu talentin e vet. Gjatë kohës kur kemi punuar në labirint, kemi pasur lumtime të ndryshme që në lidh me target grupin edhe na kena pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me nivelin lokal edhe me pjesën që me i integru ata në shoqëri. Kemi pas për shembull platforma të ndryshme ku i kemi mundsu spoku njerë në jetën e vet ata me provu ndjenjen me punu tikun. Me marrë një pak të veten, me mësu me i menaxhu të ardhurën. Edhe kjo ndjenjë ka bo ata me shumë të rëndësishëm sepse për herë të parë kanë arritur me provu ndjenjen, çka do të thonë me marrë pak, me ndonë një pjesë të pagës për një familjar, me blet diçka për prindin e vet, ose edhe kemi aftësuar në profesionet të caktuar, për shembull si kuzhinjer, me tregu aftësitë e veta, ku ata janë një thjesht të vlerësuar. Kështu që mendoj që kjo ka qenë një prej arsyeve që prind kanë dështuar në një pikë caktuar të adoleshencës. Edhe ai fëmijë nuk ju ka bërë asnjëherë me dije që ti ki talent, ti ki potencial në një fushë caktuar. Ose kanë këndu shumë mirë, i kanë rrogjë gitarës shumë mirë, kanë pas prirje me bë foto shumë të mira, po thjesht kërkush nuk ja u ka potencu këtë potencial. Kështu që ka gjëra shumë të thjeshta dhe shumë të mira, është si një raport një kafe mirë me një shok, me një shoqe. Kur ti del e pin edhe nuk është se të largohet problemi, ti prap ki nevojë ndoshta për një këshillë profesionale. Po vetë fakti që dikush ka ndonë kohë me ty edhe që ti ki mundësi me tregu, e kupton që brengat e problemet nuk janë vetëm tuat, edhe ka shumë njerëz që kanë probleme tjera. Po mirë që e kam një shok, e kam një mik që mu i me ndohë me t'i kanë këtë informacion. S'po ku një mik i mirë ta jep një këshillë që shkote një mjek, kërkon ndihmë, jo veç për shëndetin mendor. Qoftë edhe për një kurim në shëndetin fizik thjesht. Kjo tema e ankthet ose e përdorimit të substancave narkotike apo temat përgjithësi që janë pak më tabu në shoqërinë tonë. Unë vjen shumë mirë që ka ndru pak vetëdijsimi sa i përket shëndetit mendor në Kosovë. Po e kom cek edhe një ditë tjetër këto që po du me thonë tash që na jemi të vetëdijshëm, lobojmë, avokojmë mbi shëndetin mendor, po kur vjen puna me pranu vetë, nëse vetë i kemi ato sfida, hezitojmë. E unë këtu do të thotë kisha pas shumë dëshirë që na si shoqëri me punu, që me qenë shumë të hapur edhe me pranu sepse secili kemi sfida të ndryshme. Është e pamundër sepse jeta nuk është e përsosur për kërkon hiç. Kështu që edhe për neve njëjtë, për secilin individ nuk është e përsosur. Edhe sa ma shumë që i komunikojmë këto, edhe sa ma shumë e pranojmë, aq ma shumë e normalizojmë. E kur të normalizojmë, e kemi ma let me punu me ankthin, këtë rast apo me depresionin. E përmende edhe do të thot pjesën e vetbesimit që një adoleshent apo një fëmijë mund ta marrë ose mos marrë në familje. Pajtona plotësisht Kaltrina sepse disa aftësi si fëmijë ti nuk i din vetë që i ki. Edhe është shumë e rëndësishme që me ti potencu dikush dhe me ti qit më pa ato aftësi. Kështu që edhe për prind e ri, mbasi diçka që është shumë e vogël që për ty tingëllon shumë e vogël, për atë fëmijë ka me pas shumë rëndësi, nëse edhe një Lego arrin me e kompletu, atëherë ai do të me u përgëzu qatë shumë sa me ngrit nivelin e vetbesimit të ai fëmijë. Edhe të motivimit, realisht. Edhe të motivimit, fix. E rëndësishme është po ashtu edhe komunikimi, për këtë në pjesën e parandalimit apo edhe mësimit të një komunikimit mirëfillt, mund të ndihmoj shumë edhe psikologu. A pajtohesh këto, sepse ne te psikologu nuk është që do të më shku veç kur ki ankth, veç kur ki depresion, veç kur ki probleme të mëdha. Te psikologu do të më shku edhe kur don me u artikulu dhe kur nuk den qysh me ndihmu dikujt ose qysh me u mësu me komuniku sa ma mirë me qatë person këtë rast. A mendon që është e rëndësishme edhe që mundemi me ndihmu dikon këtë rast që ka varësi të shku dhe vetë te psikologu? Armor kontaktin e parë kur e krijojmë me prind dhe kur e marrim në klinik arsyem se do të marrim me vizitu.
është administratore që e kërkon një arsye për me ditë dhe me përgatit me kënë ke mund ballafaqu. Jashtëzakonisht shumë më gëzon fakti kur shoh prindë që shkruajnë arsye vetëm këshille, një këshill nga psikologu. Pikërisht pjesa e këshillimit, kur ulem në kontaktin e parë me ata prindë, shpeshherë ma tepër me nanat, po kur ose kur vjen edhe të dy prindë janë prezant. Më gëzon jashtëzakonisht ky fakt dhe ju them që fillimisht kur ulem them ju përgëzoj për guximin. Unë konsideroj që njerëzit që marrin këshilla jo vetëm të psikologu, edhe në jetën e përditshme, i konsideroj njerëzit më të guximshëm edhe më të mençur në botë. Për shkak që dia është e pamjaftueshme. Unë gjatë gjithë kohës, kur kam një prezantim, kur kam një bashkëpunim me një projekt caktuar, i kam disa kolege, mike të mia me të cilat vazhdimisht konsultohem. Edhe gjithmonë ja kërkoj mendimin, edhe asnjëherë nuk pres që ato më thonë mua që ua, bravo, shumë mirë pas ke bo, shumë mirë pas ke mendu, po gjithmonë pëlqejnë kur ata më japin këshilla. Sepse kur na marrim këshilla, na guxojmë, provojmë edhe rritemi. Edhe kur më vjen prindë dhe marrin këshilla, dhe më thonë që thjesht nuk kemi kurfar problemi, e kemi një fëmijë që na ka hyrë në adoleshencë, po mendojmë që pak ka filluar me pas disa ndryshime, kena ardhur veç më konsultu. Mundona me një tregu që është normale që në fazën e adoleshencës fëmia pëson disa ndryshime. Te dikush të në fëmijën ma teksume, te dikush e ma pak teksume. Edhe vazhdimisht, gjatë le të themi për një muaj ose dy, një herë mjaft, nëse ata prind vjen, qoftë të dy, qoftë vetëm edhe marrin këshilla, mendoj që i ndihmojnë njerëz zakonisht shumë, se mandej na marrin feedback edhe përmes SMS-ve që ke ndihmuar shumë kjera ato, e kom pritë diçka shumë shqetësuese. Mu ka duk që ata fillojnë fëmijët ndryshojnë stilin e veshjes, mbajtjes flokëve. E dim që në adoleshencë dëgjimi akustika është shumë e theksume, dëgjojnë gjithçka, flasin me zë shumë atritur. Edhe prindit i duket sikur nga muaji i kaluar në këtë muaj, ai ka filluar dhe është bërë shumë agresiv, po vërtet, s'pi pëlqen kur gjë. Është një diskrepancë mes moshave, le të themi. Edhe mendoj që këshillat profesionale ndihmojnë njerëz zakonisht shumë. Edhe i përgëzoj ata prindë dhe mundona gjithmonë me i thonë që ju lutem, nuk është tendenca ose ideja marrë vetëm të unë dikush, po ju lutem, bënjeni me tje gjithëve, familjarëve t'juj, edhe leni ata me guxu me shku edhe me ardhë me marrë këshilla. Me ardhë me marrë këshilla është diçka sikur me shku, le të themi, edhe mundona me thonë që pse me u do pjesa e këshilla për shëndetin me ndur shumë tabu, sepse me mendu që nëse unë shkoj te psikologu, jam i çmendur, se diçka nuk është në rregull me mua. Thjesht në një moment caktuar, kur unë mendoj dhe kur vjen një kush që kam shumë seanca, shumë terapi, shumë ngarkesa, kur flas me supervizorin tim i them që po mendoj që na e kemi caktuar për fund muaj supervizimi, po mendoj që e kam nevojshme me majt para fund muajit se po vetë fundit kam qenë shumë e ngarkuar dhe për shoh që diçka me mua nuk është në rregull. Zhumi nuk e kam shumë të mirë, pjesën e ushqimit, më ka humbur dëshira për ushqim, edhe nuk ka nevojë unë me mendu që mos jam të përjetu një depresion, mos është një nivel ankthi, jam njeri, jam prej mishë prej gjaku dhe është shumë normale me përjetu gjana të cilat i përjetojnë edhe klientat tonë. Kështu që pikërisht kjo është diçka që na jemi njerëz dhe që ashtu që kemi një simptom gripoze, mujna me pas edhe lëkundje të humorit, që lidhet me depresion. Kështu që mendoj që marrja e këshillave profesionale është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për secilën fushë, jo vetëm për shëndet mendor. Pajtona plotësisht Kaltrina, sepse të njëjtën çast siç e kemi kur shkojmë kur na dhem koka me shku te një profesionist në atë fushë, të njëjtën çast do të më pas edhe për shëndetin mendor. Edhe e përmende do të thotë kisha pas veç dëshirë me marrë edhe një shembull nëse kishe mujt me nda, do të thotë për ata që kanë varësi të drogave apo alkoolit dhe dëshirojnë me punu me veten. A mundesh me nda me neve një storje suksesi në mënyrë që t'i motivojmë ata? Kur flasim për bashkëmëri, zakonisht njerëzit ndonjëherë dhe profesionistë të fushave tjera, fatkeqësisht tingëllojnë më tepër demotivues se sa motivues. I shoh familjar të klientave, duke qenë që është një grup gjatë psikoterapisë bëhet fillimisht përpas pjesës që duhet me u bë detoksi ambulantor, kërkohet një mirëbesim jashtëzakonisht me klientin, por edhe me komunitetin që ai ndërvepron, në këtë rast është familja pikërisht. Edhe familje që janë shumë motivuese, që besojnë shërimin e fëmijëve tyre, që mbështesin ose bashkëshortët që i mbështesin bashkëshortët e tyre, rezultatet janë shumë të mëdha. Fillimisht për gjithë opinionin që janë të na dëgju, kish me qenë diçka shumë pozitive me tregu që ka shumë histori suksesi, bashkëmëria te i kalohet, është e shërueshme, nuk duhet me i besu gjanave, me thonë që është shumë vështirë, po përdor drogë edhe gjithçka ka përfunduar me ty, jo nuk është e vërtetë. Madje ka klient që kanë përdorur mbi 20 vite substanca narkotike, kanë abuzuar me gjitha substancat narkotike, madje edhe kanë injektuar droga dhe
ja ka ndojnë me sukses. Ajo që më kujtu për momentin është një histori suksese që kisha me theksu që ato hak merë mendje. Kemi pas në një kliente prej Kroacisë, kroatet, martune me një shqiptar këtu. Vjen ajo në klinikë dhe ajo fillan edhe ka abuzu me substanca narkotike, bashkë me bashkëshortin e saj, duke eksperimentu, duke qenë që kanë qenë shumë të ri. Edhe gjatë kohës kur kanë filluar me abuzu me substanca, ndodh që ajo mbetet shtatzën, nuk e din. Edhe fëmia lind gjatë procesit, ajo vjen edhe trajtohet këtu për shkak që nëse identifikohet atje, kish gjosa që qendra për punë sociale me e lidh, me ja marr fëmijën edhe ku e diçka. Në Kosovë para 10 viteve, ligji ka funksionu si ka funksionu, edhe nuk është që na kemi pas një databazë ku, ose nuk e kemi në fakt edhe një bashkëpunim tillë që qendra për punë sociale me përmes organizatës me mujt me marrë me privu prindin nga e drejta e prindërimit ndaj fëmijët vet. Edhe normalisht që shërbimi edhe qofse aksesi në shërbime ka qenë më i lehtë këtu. Ajo ka ditë gjuhën shqipe perfekt, unë pak a shumë me gjuhën angleze, kemi funksionu mirë në rastet kur nuk kemi kuptu. Edhe të dytë me bashkëshortin kanë ardhur dhe janë trajtu. Bashkëshortet e një kolege im janë ndërkaq ajo te une. Gjatë kohës sa 9 mujore unë përcjella edhe shtatzaninë e saj bashkë me ginekologun e saj, që ajo kontrollake privat, edhe gjithçka ka shkuar shumë mirë. Po, rreziku ishte që kur ajo sa ishte shtatzon, edhe pse e ka ndërprej metadonin, domethënë marrjen e terapisë mbrojtëse me metadon, fëmiu vetë kishte kriju bashkëmëri njëjtë sikur nëna, edhe lind me bashkëmëri. Ai fëmijë ka qenë 24 orë pa pushim, edhe është dashur me përdor sedativ qetësues, sepse ka qenë një fëmijë i varur nga heroina edhe nga metadoni, njëjtë sikurse ama. Një përvojë dhe një eksperiencë e re për mua, që më parë nuk kisha lexu. Ndoshta për shkak që nuk kemi pas klientelë të tillë. Edhe pastaj filloi me u trajtu. Te fëmiu fatmirësisht kish më qenë që për shkak të konsumimit, domethënë ndërpritet të konsumimit gjiut, nonës, mos me kriju bashkëmëri më të tjeshme dhe ajo filloi me pjesën e psikoterapisë. Pas detoksit ambulantor, gjatë psikoterapisë krijohet një mbështetje me familjarët e vet. Ajo bëhet pjesë fillimisht e terapisë individuale, psikoterapisë cilën unë e kam përcjell, krijohet raporti i besimit klient-terapist. Ajo ka qenë shumë e rregullt, edhe kemi punu shumë me shkaqet edhe me motivet, sepse është shumë e rëndësishme dihet arsyeja, duke qenë që nuk ka qenë adoleshente. Ajo ka pas prind të divorcuar, një fëmijëri me shumë probleme, një zhvillim emocional me një stil prindërimit komplet çrregullues. Edhe kjo ka qenë arsyeja që edhe pas moshës adoleshencës ajo ka rezistu, pas asaj faze lidhet me një partner, ndoshta që kanë bashkëndoa përvoja pak a shumë të njëjta, të dyti kanë hyrë pastaj kësaj rruge, edhe kemi kriju një tablo ku kemi identifikuar shkaqet. Kemi punu ma tepër me pasojat, duke qenë që vetë sa ajo ka qenë e varur. Edhe besimi i mirëfillt në psikoterapi, pastaj kemi vazhdu me terapi grupore, kemi përgatit klientët që me u përball me klientë të tjerë dhe me u motivu, se edhe ata kanë qenë përdorus drogës edhe pastaj e kanë lënë drogën. Kemi punu me komunitetin e saj, me prindë të divorcuar të dytë, përmes lidhjeve online, me familjen e bashkëshortit, që ajo mos më ndije paragjykume. Ajo ka qenë shumë e rregullt, ka kriju një besim jashtëzakonisht shumë të mirë, mbas edhe për shkak të që ka qenë gjenia e njëjtë, edhe ka qenë e re në moshë atkoh edhe ajo dhe une, edhe krijuam një raport mos themi shoqëror, sepse në psikoterapi nuk ekziston një raport shoqëror, por le të themi një raport shumë të besueshëm, konfidencial, edhe duke u përmbajtur etikës profesionale. Ka qenë histori suksesi kur ajo totalisht është shkëput nga çdo substancë narkotike, gati pothuajse çdo vet kur ka ardhur në qendër na ka vizitu, na ka sjellë diçka simbolike, një ambëlsirë përgatitur në vet. Ka funksionu shumë mirë, ata se të janë bashkë, kanë edhe 2 fëmijë të tjerë, kanë gjithsej 3 fëmijë. Fëmiu cilin e ka lind gjatë kohës që ka pasur bashkëmëri, ka kalu çdo problematik, fatmirësisht nuk ka asnjë problem. Më duket ka pak problem sa i përket pjesës përqendrimit, nëse nuk ka baj, edhe e kom rekomandu që me fillu me një terapist të cilë, sa i përket pjesës me punu me përqendrimin. Klientja ndër vite ka vazhdu terapit online, sepse ka pas më ndih pak atë ndjenjen e fajit, që unë e linda një fëmijë, unë i krijova bashkëmëri, por që sot vazhdojmë funksionajnë, ka një biznes vogël në Kroaci edhe janë shumë mirë. Që është një diçka që më kujtu aty për aty edhe realisht që ndjeva nostalgji për kohën që ndoshta për shumë kanë ka qenë thjesht e pamundur, na herë edhe prej kolegeve të mia ka qenë diçka që e ka shumë vështirë me lënë drogën, është e pamundur, s'po duket që është jo e disiplinuar, por që është e vendosur, por që unë duke besu të ajo, të fuqitë dhe të potencialet e saj, duke punu me shkaqet, ajo duke besu të unë si terapiste, ja që e kemi dole dhe fatmirësisht ajo të një familje dhe një shëndet plot dhe shumë të mirë. Shumë Kaltina që ndave këtë storje.
Edhe sa e ndave këtë storje me mu kujtu një thanje, when there is will, there's always a way, në gjuhën angleze, apo me përkthy shqip që aty ku ka dëshirë për me punu, ka gjithmonë zgjidhje. Kështu që për gjithë ata cilë po ballafaqohen me këto sfida, ka gjithmonë zgjidhje. Dhe ndoshta unë jam pak anësore saj përket kësaj se jam shumë avokuse shëndetit mendore dhe bisedave me psikologun, edhe anoj shumë që zgjidhja e dur është me shku te psikologu. Prap besojnë ato që një këshill e mirë një miku apo e një familjare është shumë e rëndësishme, po mendoj që mënyra më e shpejtë edhe më e duhur për me ja dal janë konsultat me psikologun dhe janë shumë pozitive. Kisha me teksu, kur jemi te kjo pjesa, çdo këshill, çdo bisedë, çdo bashkëbisedim me miq, me familjar, është një bisedë që neve na përmbush në aspektin vetëm emocional. Nuk na jep zgjidhje as këshilla. Për shkak që me njerëzit që kemi lidhje gjaku është e pamundur të punojmë. Jo më kot edhe profesioni psikologut e ndalon që ti të punosh me persona të afërt, sepse nuk je objektiv, por je shumë subjektiv. Kur jemi te këshilla profesionale, pjesa e labirintit më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë mua dhe kolegët e mi. Edhe mendoj që kish me qenë mirë përpos që me marrë këshilla për një profesionisti, po madh një dikush që është i specializuar këtë fushë të bashkëmorive. Për shkak që kam shumë kolege që janë psikologë dhe realisht i falenderoj, cilat pranojnë klient me bashkëmori qoftë alkooli, qoftë pigjozi, qoftë drogave, gjithmonë më orientojnë edhe më kontaktojnë, edhe më thonë që ta referova një klient sepse unë nuk kam përvoja të tilla, mua ndoshta më ndihmu në aspektin emocional, po nuk jam e specializuar në fushën. Përvoja 11 vjeçare është një periudhë kogja e gjatë që ty të ndihmon profesionalisht. Unë kam bën një kohë edhe punën e outreach work, punën e terrenit, kam pa njerëz duke njektu droga në rrugë, në shtëpitë braktisura, kam përjetu shumë ulje dhe ngritje emocionale, kam punu shumë me veten, edhe mendoj që kam kriju atë ftoftsinë ngrirjen profesionale, edhe kam mundësi se është shumë e vështirë kur ti sheh prind, edhe kur ata vinë përballë teje dhe e njihen komplet pafuqishëm. Kur që pastaj ti mundosh edhe ju shpjegon arsyet edhe ju tregon një ngjarje, një historie, edhe ti bën pjesë terapive grupore në herë dhe prind, me prind të tjerë, dhe kur ata shohin që ka shërim, është një dritë shpresë, një motiv që pastaj kur i takon mas kohës kur është shëruar se fëmijët e tyre thonë edhe kur kemi ardhur, pavarësisht që ti na ke thonë, nuk ka duke pa mundur, po ja që koka e mundur. Domethënë është shumë e rëndësishme një këshill profesionale, sidomos në moment kur na vetë se nuk jemi më në fazën parandaluese. Parandalim mund të të ndihmojë gjithkush që është profesionist i shëndetit mendor. Po në kohën kur ti ballafaqohesh, duhet të qenë shumë i specializuar për fushën që punon. Një sikurse është me fëmijët me autizëm. Nëse ti nuk ke një certifikim ndërkombëtar, nëse nuk e ke një qasje, një terapi të lidhur që lidhet pikërisht me fushën, me problematikën, është shumë e vështirë. Ti mundesh me njoftë konceptin e autizmit. Je profesionist, je psikolog klinik i licencuar, po ja që nuk e pas ku një përvojë, ti nuk din çush me u qas, në çka është i ndjeshëm ai fëmijë, ose si me funksionu me atë fëmijë. Prandaj edhe këshilla profesionale dhe qasja, edhe sa më herët që të kërkohet ajo këshill, sa më herët që të fillohet lufta me bashkëmorinë, qaq më të arrish me rezultatet edhe suksesi padyshim. Pikërisht për këtë arsye na e kemi kriju dhe platformën Mendje, në mënyrë që një psikologe si ti Kaltrina në këtë rast, me një bagazh kaq të pasun që mundesh me ofru kaq shumë ndihmë për njerëz, kemi dash me qenë sigurisht me shku ti në shtëpinë e atij personi, jo me ardha ata sepse shpeshherë për shkak të vështirësive fizike dhe nuk mundem, mbase ti ofron shërbimet në Prizren ose në Prishtinë, por çka nëse dikush jeton jashtë vendit, po ka nevojë me fol me dikon shqip edhe me dikon që ka përvojë me varësitë në këtë rast, edhe mundet me i ndihmu me i trajtu apo me i menaxhu ato, edhe pikërisht për këtë arsye kemi themelu platformën Mendje që një psikologe si ti në këtë rast me i ofru shërbimet për gjithë shqiptarët kudo që janë. Kështu që kushdo që ka nevojë për me pas një bisedë edhe don me trajtu këtë temë, mbase për vete apo për një familjar, atëherë munden me bisedu me Kaltrinën përmes platformës tonë online mendje.com. Kur jemi te platforma Arnur, duhet me theksu edhe këtë se prej pandemisë na mësuam edhe me pjesën online, realisht përpara kanë qenë shumë të pakta, gati thuajse hiç. Kish më qenë mirë me informu edhe audiencën që procesi psikoterapisë, qoftë me prezencë fizike, qoftë online, është e njëjta formë. Nuk ka ndonjë ndryshim, na nuk japim medikamente, këshillat janë të njëjta, detoksi ambulantor nuk kryhet asnjëherë në klinikën ku unë punoj ose kur dikush tjetër punon, është një qasje tjetër e ndërveprimit. Njëjtë edhe kontakti me prindin është i njëjtë, kështu që nuk ka ndonjë diferencë
për pjesën që ti je drejt për drejt, mundesh me pyet, e sheh klientin, e sheh ndjeshmëritë, e kupton domethënë nuk është shikon në ndryshim, se na herë edhe këtu prind madje po preferojnë, po thonë që a kish pas mundësi edhe pse jemi të njëjtit qytet me majt online, për shkak që fëmiu nuk po ndihet mirë. Edhe është më komode, mendoj më komforte, sidomos për klientin, qose kur ai ka një ambient të vetëm, nuk do më u identifiku ndoshta prej klientave tjerë, thjesht është përpara laptopit apo përpara celularit vet, dhe krijon një lidhje online me juve. Fiks, faleminderit shumë Kaltrina, edhe Faleminderit vlerësoj ju. shumë kohën tënde, faleminderit shumë për krejt këto këshillat që i ke jap, edhe urojnë ta kesh një ditë sa më të mirë edhe thjesht ndje me fat që je pjesë e platformës. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.